Në inspektimin e zhvilluar sot, kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministrja e Shëndetësisë Evi Sala vizitoi punimet e pediatrisë infektive dhe parkimin e ri në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Bilanci shumë pozitiv me këto struktura parkimesh, sepse janë edhe fitimprurëse në funksion të institucionit dhe në funksion të fondit investitor. Natyrisht bëhet një ndarje midis atyre që janë punonësit dhe që kanë një trajtim të veçantë, atyre që vinë pastaj nga jashtë që e përdorin dhe ta transformojmë gjithë që sotën një park me godina spitalore, kuptohet, po gjithë pjesë që janë këtu nga shumë vite të rikualifikohen. Parkingu i ri pritet të ketë 1400 vende, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin dhe parkimin për pacient dhe vizitor. Përveç kësaj, projekti përfshin ndërtimin e shërbimeve të tjera, përfshirë salla konferencash dhe trajnime për mjekët dhe studentët e mjekësisë, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimet brenda qendrës spitalore. Kryeministri Rama theksoi rëndësinë e këtij projekti si një hap për modernizimin e shëndetësisë publike dhe për të ofruar kushte më të mira për trajtimin e pacientëve në një nga qendrat kryesore spitalore të vendit.